Venezuela po përballet me një nga fatkeqësitë më të rënda natyrore të viteve të fundit, pasi dy tërmetet e fuqishme që goditën vendin shkaktuan shkatërrime masive në Caracas dhe zonat përreth. Sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, numri i viktimave pritet të arrijë në mijëra, ndërsa ekziston një probabilitet i konsiderueshëm që bilanci përfundimtar të kalojë edhe 10.000 të vdekur. Eksperti i sismiologjisë, Mark Allen, drejtues i Departamentit të Shkencave të Tokës në Universitetin Durham, shpjegon se një nga arsyet kryesore të katastrofës ishte thellësia shumë e vogël e tërmeteve. Sipas tij, kur një tërmet ndodh pranë sipërfaqes së tokës, valët sismike humbasin shumë pak energji gjatë rrugës dhe godasin me forcë shumë të madhe zonat e banuara. Kjo bën që ndërtesat dhe infrastruktura të pësojnë dëme shumë të rënda sesa në rastet kur epiqendra ndodhet më thellë. Allen thekson gjithashtu se tërmeti i parë çliroi një sasi të madhe energjie dhe vetëm rreth 40 sekonda më vonë aktivizohej një çarje tjetër gjeologjike aty pranë, duke shkaktuar një goditje të dytë shkatërruese. Ekspertët paralajmërojnë se pas goditjet do të vazhdojnë për javë, madje edhe muaj, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet mes rrënojave në përpjekje për të gjetur të mbijetuar.